Sigurisht që emrat si Vjosa Osmani, Albin Kurti, unë do të thosha shumë më meritor në këtë rast janë edhe veprimtarët e lëvizjes vetëvendosje gjithandej dhe ata të listës Guxo, madje duke i dhënë një merit jashtëzakonshme shefit të shtabit të lëvizjes vetëvendosje, zëvendës kryeministit të parë Besnik Bislimi e të shumë aktivistëve tjerë. Pra është një konglomerat i bashkuar mirë, i strukturuar mirë dhe i drejtuar mirë. Natyrisht, më meritor në këtë pikë është Albin Kurti, por fakti që Vjosa Osmani ka shprehur hapur pretendimin për të qenë edhe një mandat kryetare e Republikës e bën këtë qast pak edhe më të ndjeshëm në rrafshin politik, sepse ajo nuk ka mbrapa një forcë politike që do të mund të propozonte për kryetare të Republikës bazuar në argumentet kushtetuese, në obligimet kushtetuese, do të thosha më qartë. Në këtë rast atëherë do të detyrohej që lëvizja vetëvendosje ta propozonte. Unë personalisht do të doja që të kishim një kandidat për Republikën e Kosovës nga mileniumi i botës akademike dhe mundësisht që t'jetë një figurë sa më unifikuese, sepse këtë fitore nuk duhet konceptuar thjesht si fitore kundër opozitës, por si fitore si që cilësua me drejt për Republikën dhe dobitës të së ardhmës.